Përshëndetje. Sot kam dhënë një ushtrim data 29 dhjetor për të shkruar dhe liruar marrëdhëniet, të gjitha marrëdhëniet me njerëzit, por më tepër marrëdhëniet me partnerët tanë dhe me njerëzit më të afërt, dhe të lirohem nga marrëdhëniet me faj dhe kur jam dhe marrëdhëniet që ngelem duke u ankuar. Dhe dua të them që është dita e përshtatshme që ta lirosh, shkruaje dhe shiko me cilët nga personat e mërtoi ke këto marrëdhënie dhe shpeshherë ke frikë që të ikësh nga kjo marrëdhënie. Dhe nuk je vetëm ti. Dhe kjo video është kushtuar dhe për burrat dhe për gratë. Se ka shumë njerëz, si terapiste që jam, kur bëjmë terapi, ka shumë dhe meshkujt që nuk mund t'i ikin nga një marrëdhënie, si të thuash që nuk funksionon, nga frika, nga faji, dhe qëndrojnë atje. Dhe sot do t'ju jap ku qëndron problemi që nuk largohemi. Dhe një nga ata persona kam qenë dhe unë, pavarësisht se kam qenë shumë rebele, dhe nuk e lejonja veten që të qëndroj në një marrëdhënie të njëjtës, shpeshherë bëra durim, kthesha prapë, ndjenja veten me faj, njerë në ankesë, njerë kërkonja llogari, njerë më thërisni, do të thënë shumë gjëra nga këto që i keni edhe juve, së mos neve në Shqipëri. Por kjo që ta dini ju, që e kam zbuluar këto kohë e fundit, është sepse është shumë e thellë në shpirtin tonë, në trupin tonë, në çdo qelizë të trupit tonë. Dhe pse? Por nuk është vetëm jona o njerëz, është dhe e nënës, e babait tënd, e paraardhësit, është që atëre kur është krijuar të gjithë kjo krijesë këtu në tokë, si ne që kemi ardhur nga gjinia femërore dhe mashkullore, sepse kështu i bën të funksiononin gjërat. Dhe disa që juve, si i shikonja dhe unë, i shikojmë si kur janë të lumtur, dëgjomni. Se një shumë çifte, shumë njerëz që kujtonja, kur isha e vogël dhe më mbrapa, që ata ishin të lumtur dhe unë s'kam lumturi dhe unë nuk dëgjohem, nuk shikohem, nuk më plotësojnë nevojat si femër, çfarë kam unë, po edhe ti si mashkull, çfarë më mungon, dhe isha gjithmonë në një ankesë. Në të njëjtën kohë e zinja veten me faj dhe mundohesha të jepnja dashuri më tepër dhe më tepër, dhe çfarë bëra? Humba veten, harrova veten. Pse u bën të gjitha këto? Programi që krijohet tek ne si fëmijë, ose është dhe i trashëguar shpeshherë, ti mundet edhe të rriteshe në një familje që ishin të lumtur dhe kishte dashuri, dhe ti tani nuk mundet të jesh i lumtur në shtëpinë tënde me partnerin dhe partneren tënde. Ke shere shamatë, nuk shikohesh, nuk dëgjohesh dhe shumë të tjera. Brënda teje është programi dashuria baras rrezik, sepse dikur është krijuar dhe ka ngelur aty. Mundet ta kesh edhe ti si e kisha unë si fëmijë e vogël, sepse gjithmonë dashuria për mua ishte rrezik, sepse u rrita në një familje që kishte shera i shamata dhe nuk kisha siguri as shpirtërore që të merreshin prindrit me mua, por ata jo vetëm që s'merreshin me mua, por edhe me njëri tjetrin zireshin. Dhe të gjithë këtë energjinë e mora unë si fëmijë, dhe çfarë bëhesha? Fshihesha nga çdo gjë që bëheshe, nga sherri, nga shamatët, nga konfliktet, mbulohesha me batanie, kur baba im vinte i pirë dhe të riste me maman time, si kush kishte të drejtën e tij, nuk i kritikoj këtu, sepse kështu duhet të rritesha dhe unë e kam zgjedhur si shpirt, të isha tek ajo familje,
sepse do mësonja të gjitha këto që të arrinja të bëhesha terapiste dhe sot jem këtu të të ndihmoj dhe ty të zgjohesh dhe më tepër të lirosh këto lloj programesh, premtimesh që kemi marrë, betimesh, edhe në këtë jetë dhe në jetë të tjera të bëjmë pastrimin dhe të nga paraardhësit dhe nga është krijuar ky program që dashuria baras rrezik, baras mbijetesë, baras konflikt, baras. Atëherë kur trupi që qëndron në një rrezik dhe mbijeton dhe jo jeton, dhe ne nuk kemi si kafshët që kur kanë diçka që ju ndodh, një traumë, shkunden edhe pastaj largohen dhe nuk e mbajnë traumën. Ne njerëzit nuk mundemi ta lirojmë traumën vetë, por duhet një terapiste që t'ju ndihmojë dhe t'jeni gati të lironi këto trauma dhe të mbyllen këto programe, siç kam bërë dhe unë. Dhe mund të bëhen shumë shpejt. Këto të jetë trupin në siguri shpirtërore dhe duke patur siguri shpirtërore o shpirtra të bukur, mund të kesh dhe siguri në para dhe në bollek. Nuk mund të vijë as edhe një bollek kur ti nuk ke qetësi shpirtërore nga brenda dhe ti kesh punuar këto programe. Do të thuash ti, mos na i thuaj kaq hapur ose s'janë kështu. Unë nuk flas për egon, unë nuk flas me karakterin tënd, flas me ndërgjegjen tënde, sepse edhe unë kisha punuar shumë programe dhe bënja të njëjtën gjë si bënte mama ime. Sa herë që zireshin, hikte edhe vinte përsëri. Dhe unë i thosha që mama, hik dhe mos hajde sepse babi thret, do të thënë e godiste. Nuk e di juve sa e keni parë, po unë si fëmijë isha shumë herë u rita në një familje që kishte këto sherret dhe nuk mundesha të gëzonja lumturinë. Dhe mama ime qëndronte në viktimizëm dhe unë i thosha që unë nuk do mbaj as edhe një mashkull nëse më sillet kështu. E kam bërë këtë, por kam kaluar nga ana tjetër dhe e bëra me luftë dhe u lodha. Prandaj që të mos lodheni, ose nëse jeni lodhur dhe doni të çlodheni, ka zgjidhje. Dhe çdo gjë kalohet dhe tek fëmijët tanë pa dashje, sepse dhe unë sillnja në jetë persona që të më tregoni që dashuria është rrezik, ose kur arrinja që të vinja më afër me një person, kisha frikën e lidhjes, sepse nuk ndihesha e sigurt. Të them dhe ty mashkull, sepse ka dhe shumë meshkuj që nuk mund të lidhen, ose jeni të martuar, keni dhe fëmijë, por jeni bosh. Edhe le të vijë ora të pranojmë të vërtet, edhe të punojmë, të bëhet zgjidhja, sepse zgjidhja është shumë më thellë. Prandaj, për të gjitha këto, sot mund të shkruani pikërisht në një fletore, me një silolaps, të shkruani ku ju keni këto marrëdhënie. Marrëdhëniet mund të jenë dhe e lidhjes frika dhe frika faj, të gjitha ankesat, dhe me prindrit e tu, mund të jetë me shokët shoqet, dhe me shumë njerëz të tjerë. Shkruajini, emërtojini dhe pastaj digjeni këtë fletën. E të shikoni për më tepër, mund të komunikoni me mua, të kërkoni seancë private, akoma dhe në grup, që të arrijmë të lirojmë të gjitha këto. Ju dua shumë, ju përshëndet dhe punë të mbarë dhe rezultate të bukura.